Që lexoj edhe ndjek që dalin shumë persona në diasporë, thonë, ju s'na përfaqësoni, kush jeni ju? Jemi dhe ne. Tani në protestë ka dhe të majtë edhe të PS-s, ë? Absolutisht unë. Ti votus? Unë jam jo, votus nuk tregohet, po jo. Po i majtje ti që për voton ti po lëri tani. Po ti s'do ma nxjerrë se unë s'kam frikë ta them. Po kam thënë një herë në Jo, po ti e thua e majtja? Unë jam i majt, kam qenë i majt, nuk kam qenë asnjë ditë antar partie, jam i majt deri në vitin me Partinë Komuniste të Punës deri në 1960. Edhe kur analizova më mbrapa, unë në 1960 kam qenë 3 vjeç, po duke parë më mbrapa që u rrita, gjithmonë ky kam thënë, ky ka qenë kufiri kur ishte partia idealeve, partia që luftoi çlirimin, që ishte me antifashizmin e tjera. Kur filloi varfëria ekstreme, të udhëzimet, luftë e klasave, burgosjet, nuk isha më me atë dhe nuk jam. Natyrisht familja ime dhe 4 dëshmorë më detyrojnë që të votoj majtas, po jo detyrimisht PS-n, të majtën. Për sa kohë pastaj isha i Gogoli atje. Për sa kohë tjetë Berisha, pra, për sa kohë tjetë Berisha atje, jo vetëm unë, po ka mira shqiptar të ndershëm që ikin nga e majta, ose jo më shtat, nuk votojnë për atë. Edhe Rama prandaj e ruan si institucion më të rëndësishëm të qeverisë, ato opozit të shpërndar, të bërë, dhe pa një frym, dela Paloka ato spordhjakët. Unë vite spordhjakët, edhe s'na mbështetën ne, po tashi, si ku i thu spordhjak, mo? Unë spordhjak, ata të rinë spordhjak, po si jep frym, mo? Ti si jep frym, mo? Palok, e kam ik Palokën, që flasë shumë. Shikojmë deshjet bashkë, kemi të dy me bajen, dy me këshu, disa herë kemi ik bashkë. Mik, do më thonë, kur të the mik është fjale madhe, po kemi respekt dhe flasim. Po si thu spordhjak mu atyre të shunave? Po be pra frym, nxirr frym që të vinë me ty. Jep u shpresë, nuk kanë shpresë. Qa? Për qa do vëllë? Për këtë do luftojnë? Është i vetëmi 82 vjeçar, 85 vjeçar, sa është ai 84 vjeçar ai burri që mban 50 vjet në komunizmin me thonjë. Po duan aty më. Po kush e do më? Po duan deputetët. Po se do popullin shqiptar. Deputetët po. Deputetët janë profesionistë të popullit. Ku ka zgjedhjen në Shqipëri më? Po këta prandaj ka bërë ligjin ky dhe ai i gjati dhe ky plaku. Tani, kam një pyetje të tillë që për ta mbyllur këtë pjesën e protestës. Këdo këftoj këtu, i them bëj një parashikim, se kjo mbetet, dali, mos dali. Çfarë zgjidhje do ketë kjo protestë? Si e parashikon ti? Këtu më e rëndësishme. Një analizë për këtë vlerësore, të? Këtu problemi është që të themi të vërtetën se si do reagojnë institucionet e mëdha, kur flam institucionet e Amerika dhe gjithë levat e saj, poshtë saj. Duhet parë sepse ka një pozicion të vështirë që kryeministri Rama përveç këtyre gjërave që ka bërë në Shqipëri bashkë me nëse i shërben unë jam pro zhvillimit, pro kësaj, ka një pushtet të jashtëzakonshëm dhe një imazh shumë të mirë në Europë. Dhe ju e dini shumë mirë që në qoftë se këto vendet partnere nuk do dalin apo nuk do japin shenja që jemi kundër Ramës, kundër zgjedhjes së tij, protesta do vazhdoj, po duhet të kanalizohet dhe duhet të zgjidhet pak më ndryshe. I quaj pak protesta mënyra si po vazhdon deri tani pa dhënë fiks çfarë do kërkoj. Po? Jo të kërkoj gjëra që realizohen. Se s'ka gjë në dorë ajo të realizoj. Fund fare edhe referendumet, edhe vendimet, edhe qeverinë teknike nuk do bëhet nga protesta. Do bëhet nga qeveria, do të marrë dakord të bien qeveria, presidenti, që ata janë edhe. Dhe parashikimi yt si do shkoj? Duke qenë se e vapa po vjen duke ushtuar. Pas ka zënë vapa o gjitha? Duke qenë se pushteti i Ramës është i palëkundur, por me ato gjëma që ka bërë në Shqipëri, unë shpresoj që do të ketë pozitivitet, në fund fare mund të ketë akses edhe për pse jo në një marrëveshje dypalëshe, sepse po ta shikojmë edhe në aspektin mediatik, është lëkundur raporti tani me disa Ramës dhe protestës. Është lëkundur. Ma thoj pak në Shqipë se s'kuptova asgjë me thënë drejtë. Çfarë do ndodhë? Do ikë Rama? Po do ikë Rama? Me marrëveshje. Do shtoj protestas, do shtoj protesta. Ka dy faktorë thash, qëndrueshmëria vazhduese e saj dhe a do të ikësh Ramën? Ore protesta. Jo, do ti, unë pyetje. Ja dua unë. E para fare duhet vetë të rrethoj Këshilli e Ministrave dhe Parlamentin, protesta, e mos largohen. Ditën. Mos funksionoj. Të prishin funksionimin normal të qeverisë. Dhe kjo është funksionimi normal. Bllokon Parlamentin, bllokon Këshillin e Ministrave, ulu si studentët
në përbota, apo studentët dhe në Beograd në rastin e mirë për këtë rast, apo ajo që bën në Greqi për trenin që u vra, se këtu s'është puna për një vrasje, këtu na kanë vrarë, këtu tani duhet vi gjithë Kuçi, gjithë lumi i Vlorës duhet vi, se e morën lumin, ja çuan oligarkëve, e kanë tharë, janë 22 shatra që do vdesin, s'ua bëri dot Turqia, s'ua bëri dot Italia fashiste, s'ua bëri Greqia, s'ua bëri Gjermani, këtu a bëri, ky ua dogji, thosh në atëherë në Kuç, Gjermani na dogji burimin, ja pra ja, ua dogji burimin këtu, ujë, o e hiqet ujë, pra, urrejtja shumë e madhe, gafat dhe problematikat e mëdha financiare që ka ky shtet me arrogancën dhe me korrupsionin, them që protesta mund të jetë shumë